Ky është Enver Osmani me profesion agronom, që në rinin e hershme të tij Enveri është marrur me vështari. I diplomuar për agronomi dhe specializimet e vazhdueshme, bën që Enveri të bëhet një prej profesionistëve të dalluar në fushën e agronomisë të frutikulturës. Fillimet e shkollës kam filluar me vreshtarinë, në 57-ën a kriju ferma për letra xhepi. Që nga ajo kohë, asaj kam marru gjimnazin, kam marru universitetin në Degën. Në atë kohë ishte dega bujqësor agronomi, frutivitikulturë, nërsa më vonë demokraci kam marru dhe enologjin. Gjatë punës time, unë kam punu që nga brigadier në Bardhaj, në 74-ën, kam punu agronom mekanike të nërmarrës bujqësore për letra xhepi, dhe më vonë kam kalu përgjegjës sektorit, në sektorin grut, me një sipërfaqe 1450 hektar vresht, me 1200 punëtor, kemi arrit të dorëzojmë deri në 40.000 kintal rrush në grut hot guci, në një kohë që sot është qesharake dhe zbohat fjalë. Kemi qu deri në 10.000-12.000 kintal rrush eksport në Gjermani, në Austri, në Hungari. 78 vjeçari tregon për fermën për letra xhepi, e cila për vite me radhë kishte ndër plantacionet me vreshta më të mëdha në Shqipëri. Shtoi si ka qenë pyll. Dhe pastaj mos ja bën kooperativa përpjek për të punu, por atë që e bani shteti, nërmarrja, krijimi i nërmarrjes. Në drejtimin e kuptohet kryet agronomit tot i Gjermani, i cili e morin me parcela shumë të vogla, parcelat vogla fushën e shtojit, dhe arriti ta bën një plantacion rreth 800 hektar vreshta pemtore, që as Europa nuk e kishte. Enveri ka ndërtuar një kantinë artizanale ku edhe prodhon raki me fruta të ndryshme, por edhe verë. Të gjitha këto që i shef tash këtu janë të gjitha prodhime të mia, që i punojmë unë dhe gruaja, se edhe kjo është agronome, kemi punu bashkë. Por nuk e don kush këtë punë sepse është punë e rëndë shumë. Dhe këtë punë zakonisht e bëjmë moshat e treta, si mund t'i themi ne më tepër, mosha ime me shok që edhe du pas edhe pensionet e pakta që s'na mjaftojnë, në dalim ne detyrojna punojmë aty në shtëpisë për të kriju një sado pak një nim për t'jetu, si thonë si gjithë të tjerë. Interesi ka rënë, thot Enveri, pasi shpenzimet janë rritur ndjeshëm, por ajo që është më shqetësuese është fakti i abuzimit që bëhet sot në prodhimin e rakisë. Nëse flasim për interesin deri para 5-6 vitesh, interesi ka qenë i mirë. Sot interesi ka shku, prodhohet 1 kg rrush me 600 lek, 700 lek. Janë rrit herbicidet, ato fungicidet, herbicidet, janë rrit plerat, dhe fuqia punëtore është e pa përballueshme sot. Për të prodhuar 1 kg raki don 7 kg rrush, 8 kg rrush. 8 kg rrush ka 600 lek, i thonë 5.000 lek. 4.000 lek, 3.500 shitet në për lokale. Imagjino tash a flasim për rrushin tamam apo jo, për çfarë bëhet.